Gjysma e afatit për deklarimin e pasurisë nga zyrtarët publik tashmë ka përfunduar. Fare pak prej tyre e kryen këtë detyrë. Vetëm 1500 zyrtarë publik nga rreth 11.000 sa janë të obliguar e kanë përfunduar këtë proces. Nuk jemi të kënaqur, por ka një interesim të mirë. 1500 nuk janë pak, po prap si përqind nuk është e mirë, kemi tashmë edhe më shumë se 2 javë për ta kryer këtë obligim. Sipas Yll Buleshkajt nga Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit, i tërë procesi i deklarimit të pasurisë konsiderohet të jetë i lehtë. Nuk ka nevojë me të sillet asnjë formular në agjenci, nuk ka nevojë të printohet dhe të nënshkruhet, gjithçka kryhet në formë elektronike, qoftë përmes telefonit, qoftë përmes kompjuterit apo laptopit. Megjithatë, njohës të fushës së drejtësisë vlerësojnë se nuk duhet pritur deri në përfundim të afatit për të kryer këtë proces. Do të ishte mirë që deklarimi të kryhet spaku deri me 25 mars për të lënë hapësirë eventualisht kontrollimeve të gabimeve të mundshme teknike që mund të rrjedhin gjatë deklarimit të pasurisë, edhe për të lënë hapësirë natyrisht edhe përmirësimeve të ndryshme të mundshme deri në përfundim të afatit. Afati për deklarimin e pasurisë mbyllet me 31 mars. Vitin e kaluar, deklarimin e pasurisë e kishin kryer të gjithë zyrtarët publik, ndonse 96 prej tyre me disa ditë vonesë.